Jo. Unë nga përvoja ime si ministre e qeverisë Kurti, gjithmonë e di që kryeministri Kurti e ka epicender qytetarin, e ka vëmendje qytetarin e nuk e ka vëmendje vetëm projektet në asfalt, siç ka ndodhur më herët. Dhe kryeministri Kurti, pavarësisht zgjedhje ose jo zgjedhje, unë uroj që jo zgjedhje, bashkë me kryeministrin Kurti, ai ecë përpara për t'ju përgjigjur qytetarëve, qoftë me projektligjin për mbrojtjen e konsumatorëve, projektligji për rregullimin e çmimeve për produktet bazë, edhe paketa për menaxhimin për krahjen e qytetarëve në rastet e inflacionit apo në krizat që vijnë nga inflacioni, është e natyrshme nga agjenda e qeverisë sonë që t'i përgjigjemi qytetarëve siç ju kemi përgjigjur deri më tani në fushën e energjisë, në fushën e ndërmarrësisë, në fushën e bujqësisë, në skemat sociale për qytetarët. Pra lëvizja vetëvendosje e ka epicender zhvillimin e shtetit tonë, një zhvillim të qëndrueshëm duke pasur në vëmendje qytetarin, por në vëmendje edhe konkurrencën e drejtë, rritjen e ndërmarrësisë në kushtet e ambientit të shëndosh, e jo në një treg i cili dominon ose ka dominancë nga disa aktorë të caktuar, për jo treg i barabartë për të gjithë, me rregullat e barabarta. E kam fjalën, ne jemi të lumtur që në mandatin e qeverisjes nga vetëvendosja po rritet besimi në ambientin për të bërit biznes. Ndërmarrësit janë shumë falendërues që kemi shtyrë për shembull në mandatin tim 22 ligje dhe 59 akte nënligjore, por edhe strategjitë e para për zhvillim industrial, për zhvillim të turizmit, për zhvillim të investimeve, për zhvillim të ndërmarrësisë inovacionit që tashmë po vjen veç si projektligji për shqyrtim në komision, dhe kështu ecim përpara duke ndërtuar sistemin, duke ndërtuar politika të shëndosha, duke ndërtuar legjislacionin në harmoni me direktivat e Bashkimit Evropian dhe duke ndërtuar programe zbatuese për krahjen e ndërmarrësit, për krahjen e qytetarit dhe për forcimin e shtetit tonë të Republikës Kosovës.